Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit, falënderimi takon Zotit të gjithësisë, paqja lavdërimi i tij qoftë me vula pejgamberëve Muhammedin alayhis salam, familjen dhe shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë ata deri në fundin e kësaj bote. Vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, vazhdojmë me ciklin e misioneve të ecësh mbi gjurmët profetike në temën e 8 dhe që cila thot az-zamanu alladhi la yuqbalu fihi al-iman, cila është koha ku nuk pranohet më besimi dhe tauba tek Zoti subhanahu wa taala. Allahu thot në Kur'anin Kerim: "Yawmun ya'ti ba'du ayati rabbik, yawma ya'ti ba'du ayati rabbik, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra." Pra thot Zoti në Kur'anin Kerim, dita kur vijnë argumentet e Zotit tënd dhe nuk do t'i bëj dobi asnjë shpirti, asnjë njeriu besimi i saj nëse nuk ka punuar më përpara, pra nuk e ka besuar Zotin përpara, apo ka bërë një vepër të mirë më përpara, pra dobia imanit i tij, pra nuk i ka bërë dobi. Pra Allahu xhella xhelalu e bën të qartë që në momentin që del shpirti dhe ti nuk i beson Allahut subhanahu wa taala, nuk i dëshmon njohurinë e tij dhe se Muhamedi është i dërguari i tij, imani yt, ta besimi yt nuk ka më asnjë lloj vlere. Prandaj para se të vi ditja e Kiametit, para se të na vi shpirti në gargaran e fundit dhe mos kemi më fuqi të flasim asnjë fjalë, duhet të dëshmojmë vëllezër dhe motra shahadetin e shahadu an la ilaha illallah wa shahadu anna Muhammadar Rasulullah. Pra rigjallëroni besimin tuaj. Njoheni gjuhën tuaj me përkujtimin e Zotit subhanahu wa taala, me besimin tek Allahu azza wa jall, para se të vinë ditë, momente të vështira që nuk ka më dobi, para se t'ju iki gjuha, të humni vetdijen, t'ju vije gjeti vdekës dhe jeni të papërgatitur për takimin me Zotin tuaj. Në hadithin e Buhariut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun idha kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Tre gjëra thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse dalin nuk do t'i bëjnë dobi askujt nëse nuk ka besuar më përpara. Pra ai besim nuk ka asnjë dobi nëse nuk ka besuar më përpara, para se të dorëzoj shpirtin e Zotit subhanahu wa taala. Au kasabat imanuha khayran, pra apo ka vepruar një vepër të mirë, pra që nuk ka qenë më përpara besimtar, tulu shamsi min maghribiha wa ad-dajjal wa dabat al-ard. Pra në momentin që lind dielli nga perëndimi, apo vjen Dejjali, apo dabat al-ardi, pra ai ka përmendur trashëgiminë e Kiametit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse nuk e besuar më përpara, para se të vdesësh, kur vijnë këto shenja dhe të kesh dëshmuar njohurinë e Zotit dhe profecinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, imani yt nuk do të ketë dobi. O ju njerëz, mos prisni që njerëzit, të dashurit tuaj, nënat, popullar, vëllezër, motra tuaj, të vdesin pastaj thoni hajde hoç fali xhenazën. Jo, laqinu bi mautakum bi la ilaha illallah, si thot pejgamberi, kujtoheni atyre që janë në momentin e vdekjes shahadetin, ashhadu an la ilaha illallah, njohurinë e Zotit, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah dhe profecinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që Allahu t'ju bëj lehtë të dalin e shpirtit, t'i mëshiroj dhe t'i fusë ata në xhenetet e larta. Pra ne përmendëm pak më herët fjalën e pejgamberit alayhis salam, që kush e ka fjalën e fundit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ai do të hyjë në xhenet, por kush e ka fjalën e fundit, asnjërin prej këtyre ose do të heshti, ose do të ndiejë dhimbje, ose do të kalojë në gjendjen e gjumit dhe vdekjes, atëherë nuk ka dobi asnjë lloj fjale, asnjë lloj vepre. Prandaj lutim Allahun të falë gjunat e gabimet dhe na bëj prej atyre të cilëve e dëshmojnë shahadetin çdo ditë, çdo orë, çdo minutë, para se të dorëzojnë shpirtin Allahut azza wa jall. Assalamu alaikum wa rahmatullah.